Ajo ditë filloi si çdo e premte tjetër. Zgjimi me zhurmën e perdes që përplasej nga dritarja e hapur, kafeja me qumësht në fillshanin e vjetër të qarë dhe vështrimi në pasqyrë që zbulonte gjithnjë e më shumë gjurmët e një jete të jetuar. Rrudhat rreth syve nuk ishin më të reja dhe flokët kishin filluar të zbardhin në të tempuj si bora e parë që vjen pa u paralajmëruar. Isha mësuar me to, isha pajtuar me to. Isha një grua në pragun e moshës së mesme, një nën, një gjyshe, një vejush që kishte varrosur jo vetëm burin, por edhe pjesën më të zjarrt të ëndrave të saj. Pastaj erdhi ai, nipi im, djali i vajzës sime më të madhe, që kishte ardhur për të qëndruar disa ditë gjatë pushimeve të tij universitare. E kisha parë të rritej, por gjithmonë si fëmijë. Tani ishte kthyer një burr, i gjatë, me shpatulla të gjera dhe një buzëqeshje që të kujtonte dielin e mëngjesit. Ai mbante erë të pastër, sipas shiut, dhe një freski që më bënte të ndihesha për një qast e vjetër dhe e thyer. Gjatë ditës ishim thjesht gjyshe dhe nip. I tregova histori të vjetra, i tregova për Taatin, i tregova për kohën kur isha e re dhe kërcenim vale deri në axhim. Ai dëgjonte me vëmendje, duke më mbajtur dorën kur unë ndalesha, sikur të donte të më nxiste të vazhdoja. Në syrin e tij pash një dritë, një lloj admirimi që nuk e kisha parë te askush prej vitesh. Ishte një dritë që më ngrohte brenda në një vend ku kisha harruar se ekzistonte diçka tjetër përveç të ftohtit. Mbrëmja ra si një perde kadifeje mbi shtëpi. Nipi im po ndihmonte në kuzhinë duke i larë enët. Unë po qëndroja pranë tij, duke i fshirë ato me një peshqir të bardhë. Lëvizjet tona ishin sinkrone, si një vale e ngadaltë që kërcente në heshtjen e dhomës. Her pas here, gishtat tan prekeshin aksidentalisht mbi një pjatë të lagur, dhe çdo prekje ishte si një rrymë lehtë elektrike që më përshkonte krahun duke më ngjallur një ndjenjë të çuditshme, të ndaluar. Pastaj ndodhi ajo që më ndryshoi. Ai ishte ulur në divan dhe unë po rregulloja një kornizë fotografish në mur, pak mbi të. Këmisha ime ishte ngjitur lart dhe një pjesë e shpinës sime mbeti e zhveshur. Pa thënë asnjë fjalë, ai u ngrit dhe erdhi pas meje. E ndjeva frymën e tij të ngrohtë në qafë dhe pastaj majat e gishtave të tij, të buta si pend, filluan të preknin lëkurën time, pikrisht aty ku kisha një dhimbje të vjetër. Një nyj tensioni që e mbaja me vete që nga koha kur buri im ishte larguar. Ishte një prekje kaq e lehtë, kaq e kujdesshme, sa që më mbylli syt. Nuk ishte një prekje e gjyshit, as e një fëmije. Ishte prekja e dikujt që kuptonte, që ndjente. Gishtat e tij filluan të bënin radh të vegjël në lëkurën time, duke lëvizur ngadalë lart e poshtë shtyllës kurizore. Një vale tërë ndjesish, të cilat i kisha harruar prej dekadash, filloi të zgjerohej brenda meje. Ishte sikur ai po zhbllokonte diçka, po hishte një stres pluhuri që kishte mbulluar trupin tim për shumë vite. Muskujt e mi, të ngurtësuar nga vitet, filluan të lëshoheshin. Ndjeva një zbeje në gjunjë, një butësi që më përfshiu të gjithën. Pash hijen time në mur, e përkullur përpara, duke ju dorëzuar asaj prekjeje. Nuk po mendoja më për lidhjen, për moshën, për të drejtën. Po mendoja vetëm për atë ndjesi, për atë zjarr që po rindizej ngadalë në barkun tim. Ai nuk foli, as unë. Ai vazhdoi të më prekte, duke zbritur më poshtë, duke përshkruar harqe të buta në shpinën time të poshtme. Ishte një gjuhë e re, një gjuhë që nuk ishte nevojë për fjalë. Ishte gjuha e trupit që kujton, e lëkurës që ringjallet. Unë nisa të merja frymë më thellë, duke e ndjerë zemrën time që rrifte me një ritëm që nuk e kisha ndjerë që kur isha vajzë, duke kërcyer në dasmën e motrës. Ajo prekje vazhdoi, e pandërprer,
për ato qaste që më dukej një përjetësi. Nuk ishte një akt, ishte një ritual. Ishte një ndërim për trupin tim, për të kaluarën time, për atë grua që kisha qenë dhe që kisha haruar se ekzistonte. Ai nuk më kërkoi asgjë, ai vetëm më dha. Më dha atë ndjenjen e të qenit e dëshiruar, e vlerësuar, e parë si grua dhe jo si gjyshe. Kur më në fund ndaloi dhe unë hapa syt, dhoma më dukej më e ndritshme. Ai ishte ulur përsëri në divan, duke më parë me atë pusqeshje të tij të ngrohtë. Në sytë e tij nuk pash turp, as keqardhje. Pash vetëm një dashuri të pastër, një mirënjohje. Dhe unë, për herë të parë pas shumë e shumë vitesh, ndjeva se isha e re. Jo në moshë, por në shpirt. Jo në trup, por në atë pjesën më të thellë të qenies sime që kishte nevojë të ndihej gjallë. Ai më kishte dhuruar një të premte që nuk do ta haroja kur. Më kishte kujtuar se zjarri nuk shuhet kur plotësisht. Ai vetëm pret erën e duhur për t'u rindezur. Dhe në natë, kur u shtriva në shtrat, duke ndjerë ende gjurmën e gishtave të tij në lëkurën time, nuk po mendoja për nipin tim. Po mendoja për atë gruan që u zgjua përsëri, për atë ndjesinë e parë të rinovimit. Për herë të parë pas vdekjes së burit, ndjeva se mund të kisha ende një të ardhme, se trupi im mund të fliste ende një gjuhë tjetër. Ishte një sekret i imi, një sekret i shenjtë. Një sekret që më bënte të qesha vetëm në errësirë, duke ndjerë veten më në fund përsëri në shtëpi. Netët në vijim nuk ishin më të njëjta. Kur u lesha në koltukun tim pranë dritares, ndjeja një butësi të re në shpatua, një lehtësi që më bënte të rria më drejt. Nipi më kthye në qytet, por gjurmët e tij kishin mbetur aty në lëkurën time si një tatuazh i padukshëm. Tani, kur shikoja veten në pasqyrë, nuk shikoja më rrudhat dhe flokët e thinjur. Shikoja sytë e mi, që kishin rifituar atë shkëlqim të dikushëm, atë dritë që mendoja se ishte shuar për gjithmonë. Dhe kur më erdhe një ditë mbesat për vizitë, njëra prej tyre më tha: "Gjyshe, sa e bukur je sot, dukesh më e re se kur." Unë buzëqesha pa thënë asgjë. Nuk isha nevojë të shpjegoja. Thjesht e dija, në thelësinë time më të brendshme, se dikush më kishte parë me sytë që unë vetë kisha haruar të kisha. Dhe ajo pamje, ajo prekje, ajo natë, do të mbeteshin për gjithmonë të mia, si një dhuratë e fshehtë që do ta mbaja pranë zemrës për gjithë jetën. Ishte kthimi im në shtëpi, jo në një vend, por në vetvete, dhe ndjeva më në fund se kisha ardhur.